Shoqata Stambolli sot në Prizren solemnisht hapi qendrën inovative për fëmijë Lider Academy, e ku ishin të pranishëm ambasadori Turqisë Sabri Tunç Angëlli, kryekonsuli turk Xhelal Dogan, kryetari i Bashkisë Islame në Prizren Valon Ibrahimi, drejtor të medreses në Prizren dhe nga Prishtina dhe mysafirë shumë si dhe afaristë e intelektual Prizrenas. Fillimisht për këtë qendër inovative ka folur drejtori i kësaj qendre Muaz Erdem, i cili ka folur edhe për qëllimin e kësaj qendre si dhe aktivitetin që do të bëj qendra në fjalë. İnşallah burada güzel çalışmalar yapılacak. Tabii çağ yapay zeka çağı, yapay zeka ile yaptığımız kısa bir tanıtım filmimiz var. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Koordinatori i shoqatës Stambolli, zotri Shuaib Bashhan, me këtë rast ka folur për të gjithë aktivitetin që ka bërë shoqata dhe padyshim tani edhe me kulmimin e themelimit të kësaj qendre inovative Lider Academy. Bu kapsamda derneğimiz hizmetleri kapsamında Prizren'de Rabia Hatun Kız Yurdu ve Hanım Eğitim Merkezi, Cennet Bahçesi Kreşi, Gilan'da Gilan Bursa Kardeşlik Yurdu ve Hanım Eğitim Merkezi, Ferizay'da Vilera kreşimiz, hanım eğitim merkezimiz, Priştina'da 110 kapasiteli öğrenci yurtlarımız, Cakova Müftülüğü ile beraber hizmet yürüttüğümüz hafızlık medresemiz, işte dernek merkezimiz, burada kalan öğrenci yurdu ve şimdi hayat bulması için gayret gösterdiğimiz, altyapısını kurmaya çalıştığımız Lider Gençlik Merkezi şu anda faaliyette olan kurumlarımız. İnşallah biz bu kurumlar vesilesiyle dost ve kardeş Kosova halkıyla, buradaki kardeşlerimizle birer kucaklaşma imkanı buluyoruz. Rabbimizden temennimiz odur ki bu kardeşlik ve kucaklaşma ortamları ila yevmil kıyame devam etsin. Ambasadori i Turqisë i akredituar në Kosovë, Sabri Tunç Angëlli, me këtë rast ka falendëruar zotri Shuaipin për përkushtimin që ka bërë tani mbi 2 dekada që ka bërë dhe tashmë hapja e kësaj qendre inovative, padyshim se do të ndihmojë edhe për arritjet e fundit, si në lëndë caktuara dhe të mësohet në arritjet të inteligjencës artificiale, si dhe arritjet e tjera të teknologjisë. Bence Kosova'dan daha büyük bir Kosova Türkiye'de var. Buraya geldikten sonra onu daha iyi anladım. Kalbi Kosova ile birlikte çarpan çok ciddi bir nüfus var Türkiye'de. Kosova'nın Türkiye'deki lobisi çok güçlü. Hatta Balkanlardan en güçlü lobi belki de Kosova lobisi. Bunun da sağladığı katkıyı burada ben çok daha iyi görüyorum. Ve özellikle Prizren'de bu en yoğun formuna ulaşıyor. Çünkü Prizren bence Türkiye ile Kosova arasındaki ortak tarihi ve kültürel mirasın sembolü olan bir şehir. Po kështu ne kemi bashkë biseduar me drejtorin e qendrës Muaz Erdem, i cili ka folur për qendrën dhe për qëllimin e kësaj qendre. Pastaj se cilat janë synimet dhe programet arsimore që i ka qendra bashkë me orarin e punës që do të bëj kjo qendër. Lider Akademi Prizren Gençlik Merkezi çocukların okul dışındaki vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri, ailelerin öğrencilerini güvenle gönderebileceği bir ortamı oluşturmaya amaçlıyor. Qendra edukative rinore në Prizren ka për qëllim të krijojë një ambient të sigurt, edukativ dhe frymëzues ku fëmijët mund të shfrytëzojnë në mënyrë cilësore kohën jashtë shkollës. Prindërit do të kenë mundësinë të dërgojnë fëmijët e tyre në një vend mirë të organizuar, duke pasur besim se ata ndodhen në duar të sigurta. Në kuadër të këtij misioni ne do të organizojmë aktivitete të larmishme që përfshin fusha si shkenca, teknologjia, arti, hobet dhe sporti. Përmes këtyre programeve synojmë të nxisim zhvillim intelektual, kreativ dhe fizik të fëmijëve, duke ndihmuar në formimin e një brezi të ri, të aftë, të vetëdijshëm dhe të përgatitur për sfidat e së ardhmës. Lider Academy në kuadër të qendrës rinore në Prizren synon të ofrojë edukimin gjithëpërfshirës për fëmijët të 3 fusha kryesore. Fusha e parë është edukimi mbi vlerat, ku fëmijët do të pajisen me njohuri morale dhe etike për të rritur si individ me karakter të fortë dhe të drejtë. Në këtë kuadër ata do të ndjekin edhe mësimin nga Kurani famëlar, duke edukuar në frymën e vlerave shpirtërore dhe humane. Fusha e dytë përfshin aktivitetet të klubeve të cilat do të zhvillohen në fusha si shkenca, teknologjia, harkëtaria, hobet dhe arti.
Këto klube janë të menduara për të nxitur kreativitetin, aftësitë praktike dhe bashkëpunimin mes fëmijëve. Fusha e tretë ka të bëjë me arsimin akademik përmes programeve after school, ku fëmijët do të ndihmohen në lëndët kyçe si matematika, anglishtja dhe të tjera që të ndihmojnë në përmirësimin e rezultateve shkollore. Përmes këtij formati të plotë, edukimi, qendra edukative rinore në Prizren synon jo vetëm të përforcojë suksesin akademik të fëmijëve, por edhe të ndihmojë ata të zhvillojnë talente, hobi dhe aftësi të reja në një ambient të sigurt edukativ dhe të frytshëm jashtë orarit mësimor. Në fakt, hapja zyrtare po realizohet sot me 13 maj, por aktivitetet tona ka filluar që në fillim të këtij viti dhe do të vazhdojnë edhe më tej me përkushtim të plot. Çdo ditë nga ora 9 të mëngjesit deri në orën 18 do të jemi këtu për të pritur dhe mirëpritur fëmijët. Unë kam ardhur nga Stambolli, por këtu nuk jam ndier as pak i huaj, sepse feja, gjua dhe kultura janë të ndërlidhura thellë mes nesh si një trashëgimi e përbashkët, 650 vjeçare. Ne do të vazhdojmë të mbajmë gjallë këtë traditë shekullore dhe mendimin e kësaj qendre do të përpiqemi të forcojmë dhe të pastrojmë atë edhe më shumë. Sipas zyrtarëve të kësaj qendre, kjo qendër do të angazhojë mbi 200 fëmijë me orare dhe lëndë të ndryshme. Po sot ambasadori dhe kryekonsulli nga Turqia kanë bërë edhe ndarjen e medaljeve dhe kupave pasi që nxënës të kësaj qendre inovative kohë më parë pa të zhvilluar gara në futboll. Kurse pas kësaj solemnisht u bë përurimi dhe prerja e shiritit për objektin e qendrës inovative Lider Akademi.